Njeriu i dikushëm i fuqishëm i Prishtinës, Enver Sekiraqa, është shpallur fajtor nga një trup gjykues i kryesuar nga gjykatësi ndërkombëtar i Euleksit, Arkadius Sedek, në 2 akuzat për shtytje të vrasjes dhe detyrim, ndërsa u shpalli pafajshëm në pikën e akuzës për dhunim. Sekiraqa mori një dënim unik prej 37 vitesh. Sekiraqa në procesin maratonik gjyqësor që filloi në tetor të vitit 2014 është akuzuar për veprat penale të nxitjes në vrasjen e ish-policit Triumf Riza dhe për detyrim. Baba i Triumf Rizës, Ndjer Shefqet Riza, ka qenë i pranishëm në seancën e sotme ku u shpall aktgjykimi. Aktgjykim, Enver Sekiraqa me të dhënat personale si më lartë, për pikën 1 të akuzës, shpallet fajtor për veprën penale të nxitjes për krye të veprës penale të vrasjes së rënd, sepse me 30 gusht 2007 në Prishtinë, në territorin e Kosovës, Enver Sekiraqa ka nxitur Arben Berishën që ta privonte nga jeta personin Triumf Riza. Këtë e kanë bërë në mënyrë shumë mizore dhe mashtruese, dhe për shkak të një hakmarrje të paskrupull apo ndonjë motiv tjetër, respektivisht hakmarrje personale kundër të përmendurit Triumf Riza. Për pikën 2 të akuzës, shpallet fajtor për detyrim, sipas njënit 267 paragrafi 1 i Kodit Penal të Kosovës. Nga fillimi i vitit 2003 e deri në fund i vitit 2004, i panderi në raste të shumta kanë nxjerrë shuma të ndryshme parash nga pala e dëmtuar Adelina Ismaili. Dënimi me burg afat gjatë, unik, për 37 viteve i shqiptohet panderit Enver Sekiraqa për veprat penale të përshkruara në pikën 1 dhe 2 të dispozitivit të aktgjykimit.